si llogaritet dita e 7 për fëmijën e përsalindur dhe a i hiqen flokët nëse ai është femër? Po, dita e 7 për fëmijën e përsalindur është dita në cilën janë disa adete profetike, si heqja e flokëve, kurbani, vendosja e emrit, dhe dita e 7 e tij, numërimi i tyre fillon nga momenti që ka lindur derisa të bëhen 7 ditë të plota. Për shembull, nëse ka lindur të hënën pas dreke, atëherë të dielën pas dreke deri të hënën tjetër pas dreke, ky moment ose ky interval kohor është dita e 7 e tij. Ndërsa në lidhje me flokët, ato i hiqen edhe fëmijës mashkull edhe fëmijës femër, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë emitu anhu al-adha, që do të thotë largojani fëmijës mundimin. Dhe këtu për qëllim është heqja e flokëve që ai të rritet më i shëndetshëm. Dhe në këtë pikë barazohet edhe mashkulli edhe femra.